Një gatim special, themon. Burat e kanë qef, sidomos paçe me pilaf, në gjithë kohët është preferu shumë, sidomos në mëngjesoret e Tiranës. Të dashur ndjekës, sot do pregatis një recet tradicionale të hershme. Kam pregatit 1,5 kg kocka viçi, pjesa e legenit, si që ishte ke kasapi, edhe një dorë me mish, një 2 llokma që kisha në frigorifer. Nuk është e thonë që të përdorni mishin, është një gatim i hershëm, pa munim, me tenxherën e presionit e kam lënë 1 orë e gjysmë, 10 minutat e para, do hidhet në ujë të ftohtë kocka, masi lahet, kohën që fillon me erval, do t'i hudhni krypën, ajo shkuma që krijohet, munoni ta hiqni me një luga, me një kulles të vogël, ta largoni se përkeqëson shijen, pastaj e mbyllni dhe e leni 1 orë e gjysmë shumë që të bëhet avash. E ke një lëng special, do dhe gjithë javën, po këtë unë e kam recet paçe viçi. Mishi duhet jetë patjetër i zim shumë, po su hallakat, të shkëputet kocka nga mishnat, mos e hiqni, se ajo nuk bë, duhet jetë shumë e zime, ja si janë shkëput, kanë dalë kockat vetë. E largoj lëngun, se do më duhet për të bë paçe, dhe do merrem vetëm me pastrimin e mishit. Do t'i hudh pak ujë të ftohtë, që të mos më djegin durët dhe prap krijohet një lëng, se ka shumë ynyrë. Lum ato që kanë qenë, se del dhe një ushqim special, se kocka është bo e thyshme, shi, coptohet, aq shumë e kam zi. To janë delle, nuk hudhe. Shi kocka, si është bë, hallakatet dhe me dorë. Unë këto her pas here dhe i thith, po më vjezor prej jush, më pëlqen shumë lëngu i kockave, ka një shije shumë të mirë, kur është dhe mishi i mirë. Mos e leni e zini sot dhe i hiqni nesër, se ato nuk bëjnë, njiten prap me kockën dhe nuk kanë shije, po lejni pak, sikur dhe 1 orë, është e shumta, sa i ngrin me njerë, se ka gelatinën, edhe i punoni. Ja ka që ishte një pastrim i shpejt. Kemi për ta hudhe dhe lëngun, se lëngu është shija. Tash i ka mon tenxherën, e hapi her me zjarr të fortë, sa të ngrofet, do ta skuq me vaj, se t'lynin do ja hull sipër. Tash i do mor një lugë miell, ja, një lugë e plot me miell. Edhe do ta kavërdis. Mos e boni shumë të trash, se kjo ngrin, gjithmonë paçja ngrin, ka gelatin nga kockat, nuk do shumë, përveç se një lugë, unë jo dha një lugë të plot. Tash ti e ullë, se filloj me mor kot. Tu bo unë muhabet me ju, ajo filloj me marrë ngjyrë. Edhe milli filloj me u kavërdis, merr dhe shpija aromën e millit, kavërdis. Tash ti mor dhe i hudh lëngun. Tash ti e lem të mori val, të trashet pak avash. Tash ti filloj me mor val. Do i lem një 10 minuta, që të mori shijen e lëngut edhe millit që ka vërdisën, e të bëhet një lëng perfekt. Lëngun e kam lënë 10 minuta, ju thash që duhet jetë në val, me zjarr mesatar, 10 minuta, dhe do t'i hudh shumë pak piper të zi, se nuk është paçe koke, është pjesë
Legeni nuk e pranon, koka dhe e pranon piperin, kurse kjo jo. Tash ti marr mishnat. Të lëngun që i hodha pak ujë, e ruaj për supat. Se bëj dhe një supë nesër, me bizele. Çdo gjë është me mas, sa ajo me njerë do ngri, do kthehet në gelatin edhe nuk e si ta hash. Që unë pas kam lënë 200. Në këto momente, që paçja është bogati, këtu kam pregatit 2 lugë gjelle, plot me uthull, jo uthull molle, uthull rrushi, edhe 2 thelpi hurdh. I lejt mori dhe pak val me uthullën që ti hy ven më ven. Kush dëshëron pasaj ma uthullën davolin, nuk mund t'i hudhësh dot më shumë. Edhe kush e dëshëron më me shumë hurdha i hedh më shumë, po unë jam shumë e kufizume, kam shumë siklet në era, kam për detyrë gjie me gjithë kur një gjë era urdha, nuk e di është. Kështu kam lind, kështu jam rrit, kështu jam plak, me këtë problem, kështu që vesi nuk hiqet, themon. Tashti e kam hazër, nuk do e lej më të mori val. Tashti do t'i skuq pak t'lyn, si mon njen, për t'ka vërdis pak gjithmon. Ne do përdorni pak voj, edhe 20 gram me t'lyn. Edhe temperatura e ullët. E unë e kam lënë dhe flaka nuk duket, s'ka më ngjyrë të kuqe, e zbet, për të ka vërdis ynyrën. Ynyrës do t'i hedhi do pa tjetër spec, jo djegës, nuk e preferon djegësin kjo, se ka urdhën me uthull. Kur të mori ngjyrën si kafe, bejsh të qelët, atëre është hazër, për t'i hudhe edhe specin. Ja tashti u bë, e fik fare, s'kam punë më me furnella. Bo si që duhet, do t'i hudh një lugë me spec. Ja. Unë nuk e vej më që t'i prishi shien, aromën e t'lynit, nuk duhet vënë më që të nxjihet, po kështu do t'a hedh. Ja. Një paçe e mrekullueshme. Tamam paçe tradite. Na bëft mirë dhe ne